Ndërkohë receta e dytë për syfyrlin? Receta tjetër për syfyre që kisha preferu me që ndër syfyret e pora kështu. Okej. Së është pak ma i plot. Dhe të mësohet trupi. Po, derisa të mësohem. Është kefer, Po. ose ka mundësisht me sa ma pak i ndyrë, ose jogurt, më pregaditun kushtë të shtëpi shkanë shumë ma mirë, për probiotik, për kalcium, për hidratim. Vezë, preferu 2-3 maksimum varet edhe prej peshës, prej mundësisht jo shumë të kuqen e vezës. Vetëm njënës me a konsumu të proteina, po. Avokado edhe buk me fara, buk integrale. Në këtë rast, nëse veç e bojmë një kombinim t'ilë si lloj sendviqi që edhe këto, mësu anë kane, që s'kena ku muni me bo një ftarë, me mbështjellë edhe me lënë gati për syfyr. Nuk më dash me ngarku ma shumë, më dash me bo shumë naj perem, për shamull bëj, naj domatin, po një salat me rukolla, qka du që juve ju pëlqen, po kryesisht sa ma letë që është e mundën për shkak që edhe mos më ngarku në atë piken se po duhet edhe këto, edhe pele u syfyrin e të qabdim, që ta s'po du ma. Okej. Se përmendet mundën edhe salat, duhet me pas shumë kujdes edhe tek sasia kripës, për shkak të... Te kripa duhet me pas tepër kujdes gjatë Ramazanit, e sidomos në syfyr është shumë mirë sa ma shumë u kursy prej kripës. Po. Ndërkohë kjo, do me thonë... Thonë kështu, edhe një gotë kas. Në kështë e pikosin lenë. Dona mu tërhik prej rubrikës kuzhinës, ka me të lonë prej haves tjetër me ka tu vetë lenë. Nuk moj me rezistu kërejtë Ramazani. Te mësu pak me i provu. Kjo është shujta e dytë që mund të përgadisni për një ndër syfyret tuaja. E di se po t'ingëllon si kur është sasi e vogël, por provajani dhe keni me ndjirë e ngopjen, por edhe ndjesin e lehtë, as nuk ju dhem koka. Unë sinqerisht nuk e kam me shaka kur them se s'm dhem koka. Se gjithmonë marrë receta të tilla, edhe unë as njërë, as ditën e parë, as dhjetën, as fundit, nuk më dhem koka, nuk më ndryshon tensioni, nuk më ndron disponimi, dhe më thonë jam në rregull sepse e marrë sasin që e përballon trupi. Po, te rasti të sarandë dhe te rasti të gjithë të tjerëve që ushqehen kushte normale, në mënyrën e duhur, nuk kemi asnjë shumë për sosore dhe s'muj me ka 100% perfekt, asone s'muj me ka 100% perfekt, se gjatë rrugës në herë t'imponohet për shkak të totës, vendit, a e kupton, mundohemi me bo zgjedhjen ma të mirë të mundshme aty ku je, po thjesht përderisa ti nuk abuzon me ushqime, po mënoj prapë e thëmë, karbohidrate jo të mira, yndyrra jo të mira, proteina jo të mira, s'po du me etiketu fast food, pite, flija, kështë, kushte normale dhe nuk ka abuzon me sasi normal që asë gjatë Ramazanit nuk e ki problem. Absolutisht. Për shembull se ti hanë drejkën drejk, darkën dark, ditën nëse hanë e mes vakte hanë, komplet janë arrore, pe fruta, perime, dhe thjesht përderisa trupi të është i mësume me qatë njëjtën, edhe kur është Ramazan përveç e ndronë orë, nuk ndronë kur gjë tjetër, atër normal që e përballon shumë ma latë. Për shembull, për mu Lenë, Ramazani është muaj ndër të vetme që unë e respektoj shumë kronologjinë e ushqimit, se gjatë muajve tjerë, edhe najhere alon është mëngjezi, nëse heq ose kështu, Ramazan jam shumë e rregullt me oraret.